Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pullum Piliçin. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, ditën e diel ju bët një intervistë urgjente dhe deklarua që të hënën do të jetë dita që shqiptarët kanë 35 vite që e presin. A mund të na shpjegoni më shumë? Sepse ishte kaq urgjent, sepse ju dolët ditën e diel që ishte ditë pushimi. Përshëndetje shqiptar, do që ndodheni. Dashur shqiptar, po është e vërtet që unë dola para shqiptarëve të mi në Amerikë, në për Evropë, dhe shqiptarëve të mi që janë bërë nga një grup hajdutësh, nga një grup shqipfolës, e kam fjallën, nga një grup deputetësh që do të ishini edhe sot. Po, unë dola dhe i tha shqiptarët që më 91-shin, po më mirë të them 92-shin, që kur Berisha u emrua president, nuk u zgjodh, po u emrua. Shqiptarët nuk kanë parë një ditë të bardhë. Sidomos janë bërë slev, ka shi ignorancës, ka shi shqipfolësve. Unë e thash ditën e diel për arsye se ditë e hënë do të jetë vërtet një ditë e shënuar, dashur shqiptar, për arsye se SPAK-u vajti para 5 deputetëve të quajtur nga PD-ja dhe 5 nga PS-ja. Pra, kërkovi që të hiqe imuniteti hajdutes të shekullit 21. Se kam fjallën vetëm për Ballukun, po e kam fjallën të shekullit 21 që kanë bërë 35 vjetë që u kanë vjedhur, u kanë coptuar, u kanë marrë pasurit, çfarë nuk e kanë bërë. Pra sot të dashur shqiptar, unë po dal edhe po them, sepse ky është televizori shumë i madh, ja ka kaluar e klanit e Top Channel. Pavarësisht se klani e Top Channel është për nga spiun, nga shqipfolësit. Ky është televizor, nuk është vetëm për YouTube, po është televizor. Pra, a i shini këta të 5 këtu dashur shqiptar. Edhe 5, pavarësisht se nuk dalën nga PD-ja. Mund të gjeshe do një me gjithë PD-n e me gjithë PS-n. Këta hajdut të dashur shqiptar, që ne peleshi, dhe deri në i fundit, ja pra dual të gjithë dhe këta banditat e Sali Berishës. Shqiptarët e mi, do që ndodheni. Sot ishte ditë e shënuar për arsye, se para 6 muaj duhet ishte arrestuar Balluku. Por, këte e ka zvarritur gjykata kushtetute dhe 5 të PS-s, të 5 hajdutët. Pra SPAK-u vajti sot, unë i kam thënë edhe Ballukut, dhe përsëri po i them, Ballukut dhe avokatet të motrës të ti, të saj. Nëse ajo do kështë vajtu më përpara, po dëgjovi fjalët e Edi Ramës. Ajo mund të ishte dënuar më pak, por çdo gjë do të fiskoshë, çdo gjë do t'i mirëshë. Edhe veshjet që kishte veshur ajo, asaj do t'i ngelshë vetëm komiroshet e burgut. Dhe si që tha dhe SPAK-u, mund të ishte 10 vjetë, 5 vjetë në burg. Po unë i thash asaj që do të rëndohet, sepse SPAK-u vajti, nuk pyet me imunitet dashur shqiptar, të gjithë ta rrugaqëria do arrestohen urgjent. Do të arrestohen sepse u kanë vjedhur ju. Pra SPAK-u e tha shumë mirë. Ka thënë shumë gjëra që unë i di që ata akoma si kanë thënë. SPAK-u kishte marrë me vete mira e mira fletë, sa nuk i mbanin do. Mira e mira fletë arrestimi. A i shini të 5 këta që janë këtu dashur shqiptarë. Të 5 janë për të arrestuar. Të 5 kanë vjedhur. Çfarë ti thuash Peleshit? Erdhi me këpucë të grisura nga Evropa, hyri kryetar bashkie në Korçë, është bërë 2-3 herë ministra, e kanë bërë edhe kryetari i kuvendit,
Po çfarë ti i thuash ta Orlant Ballës? Një piravec, një rrugaç nga Librazhi, nga fshatrat e Librazhit. Erdhi në Tiranë, pantallonat e tij ishin me dhe të kuq, si ai dheri që ka rënë dhe ka zënë rrugën, që ajo rruga është kryesore që vinë makineri të rënda për të transportuar gjëra dhe kalojnë atë rrugë për të kaluar në Turqi e kudo. Sidomos kalojnë në Maqedoni, Bullgari, Rumani. Pra, të dashur shqiptar janë ngjitur këta dhe donin që të mbanin akoma imunitetin e Balluku. Unë thash, dashur shqiptar, Balluku do arrestohet këto ditë flagrantës. Nuk ka më rrugë dalje. Po unë thash të dielën dhe ju drejtova kryetarit të prokurorisë të përgjithshme, zotit Qela. Po ashtu dhe drejtorit të policisë të Shqipërisë. Po ashtu dhe një sharlatane që është caktuar o është emëruar ministre e brendshme. Nëse Balluku largohet, që s'duket sot, nëse a largohet, ta tre do bajnë përgjegjësi penale, përgjegjësi personale dhe familjare. Për arsye se po e kanë lënë të lirë. Demonstrata u bë, dashur shqiptar, me zjarr. E pa parë një histori, falqin të rinj, të reja, të vjetër, ishte mbushur xhamia plote për plot, brenda me qindra kishte jashtë që falqin para xhamisë. Këta hodhë helmin. Pra këta, o kryetari i përgjithshëm i prokurorisë, përse nuk e arrestove? Këta ishin në terrorizëm. Do të thot terrorizëm. Unë këtu po i drejtohem dhe gjykatësit sot që lëshovi disa nga ata terroristat që hodhë bomba, hodhë zjarr, hodhë bezin, hodhë helm, për çfarë arsye e lirove mor gjyktar. Shumë shpejt o vonë, edhe ti do arrestohesh. Gazetare, ishte dita e shënuar e sotshme për arsye se 90% të prokurorëve të Shqipërisë, të gjyktarëve të Shqipërisë, të partive të PD-s e të PS-s, udhëheqësat e kanë fjalën, do arrestohen, do konfiskohen dhe çdo gjë do t'i jipen shqiptarëve. Kjo ishte dita e shënuar. Profesor, gjykata kushtetuese sot doli urgjent, rrëzoi PS-n. Çdo të thotë kjo, profesor, rrëzoi PS-n? Arsyeja është gazetare për arsye Edi Rama më në krye Nikon Peleshin e Korçës, së bashku me Ballën, 5-6 veta, duan që të ndryshojnë kushtetutën e Shqipërisë. Do të thotë, do me thënë, deputetët, ministrat, të vjedhën sa të duan, këtë mos vjen një ditë të burë. Po dashur shqiptar nuk vjedhën $1 milion, o miliarda. Nuk kanë një shtëpi, një vilë, po kanë me qindra dhe me mira hyrje. A i shini kullat të dashur bashkëdhetar në Tiranë. A i shini apartamente me 8-9 kate që janë bosh, janë të këtyre hajdutëve, që shqiptarët sot nuk kanë. Dhe kushtetuta, me qenë se PD-ja, Bardhi, i bëri, do me thënë, ju drejtua kushtetutës që është gabim. Do me thënë, kushtetuta sot doli të njëjtën me Spakun që nuk mund të ndryshojnë kushtetutën. Do me thënë, nuk mundet që të thonë që ministrat të kenë imunitet. Që është e vërteta, dashur shqiptar, e ministrat po s'kan demokrat, që janë të zgjedhur, po të dashur janë të emëruar, por dhe deputetët janë të emëruar. Më thoni ju shqiptar, kë keni zgjedh nga deputetët, janë me listat të mbyllur. Kanë votuar PS-n anti-shqiptare, kanë votuar PD-n spiun dhe anti-shqiptar, pra gazetare, ne që kemi bërë qeverinë teknike me intelektualët,
me shqiptarët që e duan kombin, ne do t'i nxjerrim që të dyja jashtë ligjit, nuk do ekzistojnë më në tokën e shqiptarëve, në tokën me mira vjet të Teutës dhe qindra vjet të Skënderbeut. Profesor, sot të gjithë mediat flasin që SPAK u paraqit te Këshilli i Mandateve. A është e vërtetë që zonja Balluku do arrestohet apo do të largohet si zotja Metaj? Të gjithë televizorit flasin edhe të gjithë disa janë bërë si jurista e gazetar, pra ata gazetar e pra ata jurista që kam thënë janë 85 që ata përçajnë shqiptarët, gjoja janë me PD-n, gjysmit e gjoja me PS-n, pra ata janë së bashku, ata janë vërtet mizat e kalit që kanë shkatruar shqiptarët. I pash sot me vëmendje disa të quajtur juristë, disa gazetar mbronin akoma Ballukun, gazetare SPAK-u sot vajti dhe tha realiteti. E thanë që ose Balluku do kishte dorëzuar më përpara, dënimi i saj do të ishte 10 vjet dhe pasuria e saj do të ishin një palë kominoshe. Kurse SPAK-u e tha hapur, bilet tha shumë pak, që Balluku me krimet që ka bërë, me njerëzit që ju e nuk e dini, ajo ka paguar çdo njeri miliona dollar që të boston kundra asaj, sepse në ministrinë e saj e din që ajo vithe, e din kur ishinte firmat dhe e din për njerëzit që ka vajtur në SPAK, sidomos ish burri i saj o është burri i saj, Sokol Balla, përsëri sot ishte në SPAK, sepse këta të dashur shqiptar i kanë shpërndar parat në kushërinë e shtetit. Këta menduan, sipas kushtetutës të tyre, që e kanë bërë në Serbi, është që do me thënë ai që vjedh e nuk e shgojnë kushërinë e shtetit, o vllazërinë, o po lagjen, apo do një tjetër, do një nga jashtë deputet. Dashur shqiptar, SPAK-u ka një kushtetut. Dhe kjo kushtetut që e paguan SPAK-u, kjo është kushtetut e Amerikës. SPAK-u ka firmosur në Amerikë, është betuar, ka qenë shumë herë, të gjithë njerëzit e njohur që kanë qenë, janë betuar ashtu si u betua dhe Peleshi para disa ditëve që ka qenë në Amerikë. Janë betuar që të gjithë këta që kanë vjedhur hynë në krim. Hynë do me thënë tamam sikur kanë vrarë njëri, terrorist. Terrorist do të thotë dashur shqiptar, se këta me anë e parave që i shpjen jashtë, bëjnë terrorizm. Do me terrorist do të thotë vrasje, krime, pra këta arrestojnë flagrans, nuk pyetet imunitet, nuk pyetet se president, nuk pyetet se kryeministër, por arrestohesh flagrans, do të thotë që këta janë kriminel dhe do arrestohen. Jo vetëm këta, unë u kam thënë dashur shqiptar, janë 1840 deputet që kanë qenë, që kur ka qenë Berisha 92-shin që u emërua president. Dhe deri më sot, këta do konfiskohen, do shërgohen të gjithë, besoj se të shumtit do arrestohen, dhe si që thash, gjithë pasuria që konfiskohet nga këta, vila, hotele, do të hipen shqiptarëve gratis, pra arsye se shqiptarët ka vojtur tërë jetën dhe nuk kanë parë një ditë të bardhë. Profesor, a keni ditë çka për të shtuar për ndjekësit tanë? Po, unë kam shkurtimisht disa gjëra për të thënë. Ne jemi televizor që na ndjekën miliona njerëz. Ju gazetare mund ta shikoni edhe këtë, që kjo është nga televizori jonë, nuk është kopjo, është origjinale. Ne kemi 10.409.000 të dashur shqiptar që na ndjekën në televizorin TV Shpresa, në Shpresa e Kombit. Ju e shikoni edhe vetë dashur shqiptar, vetëm në Shqipëri janë 6.329.690 veta. Kurse në Itali 1.342.506 veta. Kurse në Greqi 852.000.
Kurse në Amerikën time dhe tuajnë, dashur shqiptar, Amerika është tuaja, është e shqiptarëve, e 97% të shqiptarëve. Vetëm në Amerikë, dashur shqiptar, 586.307 veta lehen gjithë botën. Do me thënë, ne jemi televizor të dashur shqiptar. Ne kemi hapur për ju, për të thënë realitetin. Nuk kemi si disa që kanë hapur në YouTube, që shahin Amerikën, disa mizakali që janë në për Evropë gjoja si gazetar, gjoja si analist, që janë në Amerikë shumë ushtarak, deri dje i shërbenin Enverit, më vonë i shërben Rami Salis, më vonë i shërben Sali Berishës. Pra këta njerëz janë në Amerikë, e do vinë, këta në mizakali, që gjithë ditën nuk është turp të punosh, po gjithë ditën punojnë lajnë pjata dhe gjithë ditën si familje pastrojnë pallatet e të zinjve. Pra këta janë që po dalën çdo ditë, flasën kundra patriotëve, flasën kundra njerëzve, këta nuk janë gjë tjetër, po këta janë mizakali, këta janë rrugaqër që kanë vjedhur shqiptarëve para, këta kanë qenë ministër në kohën e Edi Ramës, ministër në kohën e Lulzim Bashës. Unë do të nxjerr nesër, dashur bashkëdhetar shqiptar, Ministria e Brendshme ishte bërë qerdhja e UTB-s. Qerdhja e UTB-s, të dashur shqiptar. Unë kam foto. Dhe drejtoresha e UTB-s ka qenë natë zyrë, i kam fotografit originale, si që kam thënë që ne shikojmë çdo gjë. Sot, po dalën, që ato kërpudhje të dalën mbas shiut, po jo shiu, po mbas të përmjerave të kafshëve. Kështu janë bërë, që u kanë vjedhur ju, këta janë ata që kanë sharë Amerikën, që i thoshin imperializmi amerikan, që u thoshin studentave në Akademinë Ushtarake, që u thoshin studentave që më shumë i mini kopilat i vinë në shkollën në gjimnas, në shkollën e bashkuar. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, erdhi dita e gëzimit tuaj, erdhi dita e shpresës që ne kemi bërë shpresa e kombit, erdhi dita që të shihni fëmijët tuaj, erdhi dita që të bashkoheni vëlla me vëlla. Të gjithë që më kanë erdhur, dashur bashkëdhetar shqiptar, u kanë bërë pyetje. Sa vëllezërinj o sa motra, më kanë thënë numrin, dhe i kanë pyetur, më thoni sinqerisht, a flisni me vëllezërit? Jo. Ja ku ka rritur, dashur shqiptar. Ka rritur Serbia, Greqia, kanë rritur mizat e kalit. Këta që janë të quajtur deputet, kanë rritur po përçajnë familje, po përçajnë familjet e patriotëve, po i përçajnë niprat dhe stënipat, kanë rritur po zihet vllai me motrën, kërkojnë pasuri njëri tjetrit. Të dashur shqiptar, kjo është propagandë sërbe. 7.500 njeshi është për të vrarë shqiptarët. Janë vrarë shumë që nuk i thonë. Janë vrarë shumë njerëz, dashur shqiptar, për 7.500 njeshin. Pra, iku kjo kohë. Iku koha e 97-ës. Iku koha e naftës që u dha Serbisë. Iku koha e 21 janarit. Iku koha e Gërdecit që hodhë bomën, që sot nën e shkret vjen në Tiranë, amore gjyqtar, që e shtyn gjyqin e Gërdecit. Gjyqin që janë vrarë fëmijë, që u vranë pa bukë në gojë, pa ujë, u vranë duke mbajtur fyshekët e Fatmir Mediut, duke mbajtur fyshekët e PD-s, duke shitur pasuria që kanë punuar njerëzit si slevë, të gjithë shqiptarët, e ndërtuan Shqipërinë si slevë, të burgosërit, të intrenuarët, ushtarakët, civilat, studentët, vinin 3 muaj, punonin punë vullnetare, i bën hekurudhat, i prishën, qanë nuk kanë lënë gjë pa prishur, dhe më në fund, duan dhe të grobosën. Unë u kam thënë, dashur shqiptar, u kanë ngelur vetëm flokët, i një futur në ujë, zgjohuni, jo për revolt, si shtot Berisha të djegëm Shqipërinë. Nuk e djegëm do të sa jemi gjallë ne. Po janë ditë të fundit, dashur shqiptar. E janë i sa më parë, e janë në shpresë e kombit. Unë u bithirje të vini sa më parë. Jo
të ndihmoni Pilinqin. Pilinqi është më kem, është i ndihmuar, është shëndoshë e mirë, po të ngre ju, se jeni gati për të varrosur. Jeni gati çfarë s'kini me, çfarë s'kini për të humbur. Vetëm keni për të humbur, nallonet u kanë ngelur. S'keni as qisme, as këpuc, e në kone e trajnimit kishim pa qisme. Ua kanë marrë këta rrugatshëria. Këta rrugatshëria që dalën në televizor, me kostume, me kollar, me makina të zeza, me xhame të zinj, që këta deri dije s'kan patur brek. Pra dashur shqiptar, erdhi dita juaj. Spaku, unë po e lajmëroj përsëri sot. Spak, ke urdhë nga Amerika, fillo arestimet natë e ditë, pa përjashtim njëri. Arrestohe presidentin e Shqipërisë, ai që ka vjedhur në Bregdet. Arrestohe urgjent Edi Rama. Edi Rama ka miliona e biliona dollarë. Arrestohe urgjent Berishën. Sa nuk është vonë. Përgjegjësi që do marrën në Shqipëri janë 3 veta. Prokurori i përgjithshëm Qela, që ka gjithë prokurorët e Shqipërisë. Urgjent arrestoni për ata për krimet që po bëjnë. Ata janë terrorista, që të hedhësh helmin duke falur, do të thotë të eliminoj shqiptarë. Dhe me keqja ishte që të bëjnë luftë civile, si në të shtatë. Pra, Qela, ti je kryetari i përgjithshëm i prokurisë të Shqipërisë. Drejtori i policisë të Shqipërisë. Ke përgjegjësi të madhe. Sepse drejtor çdo gjë që ndodhet, ty do të ngel. Do të bëhet gjyq popullor. Ministre e emëruar një sharlatane që dole para demonstratës dhe thej që nuk e mbrojmë me në demonstratë, i lim të lirë. Do me thënë ti do zjarë, do me thënë ti do që të mbash parat që ke vjedhur, por edhe një palë kominoshe nuk do t'i kesh. Pra, të dashur shqiptar, rini të qetë, ne se më dërgojnë të gjithë, duan një demonstrat paqësore. Edhe mundet, por unë pres pak unë tashi të filloj arestimet që në Balluku, që në parlamenti, që në kushtetuta, që bën gabim qëra dhe parë, ata duhet të arrestojnë disa veta. Pra dashur shqiptar, shumë prokuror do arrestojnë, shumë avokat që u kanë gënjeru, kanë mashtruar në përgjyqjet që punojnë bashkë për këta. Të dashur shqiptar, në natën e mirë, rroftë Shqipëria me 2 flamurët të kryqëzuar, flamuri shqiptar me mira vjetë, flamuri 300 vjetë, që ka lënë amanet flamuri Amerikan, që ka lënë amanet presidenti i parë George Washingtoni, dhe pllaka u kam thënë është për Floriri e shkruar amanet gjakun tim e të nënës time, sepse ishe shqiptar. Pra erdhi koha dashur shqiptar, të mburreni, të kënaqeni, të thoni jemi Amerikanë. Ju do t'jini Amerikanë, do t'kini pashaporta. Këtu i bi thirrje dhe në Turqi, që me erdhi delegacioni. Janë 20 milion shqiptarë që duan të vinë të hapën tregti këtu, të hapën fabrika, që të punësojnë shqiptarët kudo, që të bëjmë një Shqipëri me kufi natyrore. Erdhi koha jonë dashur shqiptarë, erdhi koha e patriotëve që janë vrarë, erdhi pra të ngrejmë qiririn dhe të ndezëm preshtat e tyre. Natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 3 dhe më 6. Po ashtu dhe gazetarja që është shumë importin për ju dashur shqiptar, është programi me 51 pika, është bërë programi më 2001, do me thëmë më 2001, thot programi, vetëm po u lexoj 3 pika që janë 3 shtylla më kryesore që e mbajnë një shtet, është arsimi, është policia, është dhe pensioni. Pensioni duhet pagoshe që më 2001 $600, plus 150 për ushqime. Policia të paktën është në program 1200 më 2 javë dashur shqiptar. Ashtu dhe arsimi do pagoshe shkolla me ulët, do me thënë nga foshnjora $1000 dhe më 2500 si pas gradave që kanë. Pra, kjo është Shqipëria, që kur të shosh një polic,
ta nderosh dashur shqiptar, sepse ka këtë flamur në kapele. Pra, erdhi koha e juaj o polica, do rroni si gjithë të tjerë, se deri më sot ju e një slevë. Edhe njëj i them policive, mos mini parasysh bosa tuaj që ju thoni shefa, sepse aty në Bregdet, afër Shkodrës, ajo është tokë private, mos mendoni dhe mos dëgjoni drejtor e policisë të Shkodrës, a ishtë kriminal. Drejtori i policisë, është ai drejtor që vajti në theth dhe dërgovi tanket, e pa parë një histori që i kemi marrë fotografi. Edhe akoma ti drejtor na i lenke drejtor e Shkodrës dhe ke hequr 2 të tjerë. Jo, do hiqesh ti. Dëgjove drejtori i policisë Shqipërisë, urgjent hiq drejtor që dosja jote do rëndohet e më tepër me atë drejtor që çfarë po u bën shqiptarëve që janë që në kohën e Skënderbeut në atë tokë aty dhe ju keni vajtur edhe po i rrini. Janë fëmijë, janë gra, i pash dije që ishë vetëm gra. Pra, drejtor, largo, mos dëgjoj Edi Ramën. Edi Rama ka vdekur. Edi Rama do vdesi në burg, nuk do dali kur. Pra, natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim, në orën 3, nesër në orën 6 do dalun përsëri dhe në orën 3:30, 4, si tjetë televizori të mos jetë i ngarkuar shumë, do dali gazetarja dhe do të lexoj e njëherë programin e shpresës të kombit. Natën e mirë. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.